erdhë 28 nëntori, edhe si çdo herë, si çdo vit domethënë, shqiptarët festojnë me flamura nëpër Facebook, nëpër odhe, nëpër media, nëpër analista, historian dalin të bën histori për 28 nëntorin, kjo ditë e madhe, kështu ashtu, por harrojnë gjën më të rëndësishme se kush ishin mbrojtësit e 28 nëntorit. Domethënë, nuk përmendet që kjo duhet shkruhet edhe në libra të historisë, lufta e Lumës. Ajo që mbrojti 28 nëntorin edhe Ismail Qemalin edhe krejt Shqipërinë. Dhe po mos ishte lufta e Lumës, nuk do të ekzistonte as 28 nëntori i dytë, as Ismail Qemali e atë pavarësia e Shqipërisë. Pasi që e keni ngjuar, ose për të ngjuar e keni ngjuar, se Serbët vërshohen me mbi 25.000 forca për të shkuar në Dos, edhe për të glabruar gjymsën e Shqipërisë, edhe me pa një dalje në Adriatik, edhe për të penguar Ismail Qemalin për shpalljen e pavarësisë. Po, ku erdhën në lumë, pasi e glabrej Kosovën, erdhën në lumë hasin e rezistencë të pa imagjinueshme nga Serbë, pasi që lumjant nuk ishin as armatosën kush e di se qa, si e kena atë shprehjen edhe me Kosa kanë dalë të luftohu me Serbë, edhe e shpartallotën ushtrinë serbe, edhe nuk mundi të deportojnë Shqipëri, domethënë nuk mundi me kalu lumën, edhe na shqyqyrë si e dim na brezmas brezi që shnote na e kalzoj, mu më ka kalzoj babaj babës, unë do të kalzoj fëmijëve se as nuk shkruhet, as nuk përmendet, as nga historian, as nga analista, veç dalin bën nëpër media, bla bla bla, boni Ismail Qemali, këta boni Ismail Qemali, o ti, mos me pakon në lumjant, s'kish bon kur gjën asë Ismail Qemali, as edhe Isa Boletini, ku ka kalu për me shku në Vlorë, si ka shku 3 ditë me vënejes, për shkak se s'në ka kalu në lumë, e dini këta. Edhe e di kush e ka mbrojt Isa Boletinin, ka flet në Brot, te Mehmet Hoxhbroti. Mehmet Hoxhbroti ka sigurohu kalimin të sigurt Isa Boletinit nëpër lumë, për shkak se luma ishte tu coptohu për çet 28 nëntorin. Kërkosh nuk e përmend, as politikan, as su vjen turp njerë. Po janë masakru, më të partuan janë masakru, janë ndjek për zjalli, për Serbëve, me festoqet 28 nëntor. Edhe sot dalë një bëjnë, e bon ato më këthejt. E kush e boni na lumjant, lufta jonë, si qiknohet edhe kanga, e historia, e vjershat, gjithë kanë kodrat që bublejnë, me det lume e Serbia po luftajnë. Janë histori kjo. Mas Skënderbeut, është lufta ma heroike e popullit shqiptar, se s'ka mund në asë një tretë Shqipërisë të fituhet një luftë me kaq